Ka i kthehet përsëri në vendin ku ka lind, nuk e harron. Kantoja më njoftën amerikane është përfaqësuese për mbrojtjen dhe lirinë e drejtave të kolit në Amerikë, për dashurisë që e ka në kali, në kual ajo e ka një fermë me fundin e vet, me të hollat e vet ajo e ka ngrit një fermë të kolit dhe man në periferitë të Amerikës. Ajo gjithmonë porosit se kali nuk duhet me lënë qytetet mëdha ku ka zhurmë, ku ka tim të kerreve, ku ka zhurmë të makinave, por thot kalin duhet me majtë sikur se këta që majnë në bjeshtu, në periferi, në qetësi, mos me ngjit, mos me ngarku, mos me dhonë ngarkesat mëdha. Edhe kështu, kali është gjithmonë është i nevojshëm për njëu. Njerëzit e majnë për hobi. Ka shumë familje në Kosovë, në Rash Dugagjinit që nuk e ngjesin veç e majnë për sport, për hobi dhe për që kanë dëshirë dhe donë. Prandaj përdoret edhe për ushtrime, gara sportive, gara edhe në Kosovë këtu, edhe në botë, edhe në Evropë, edhe kështu, kualt ma racor në botë janë kualt turko-arab. Në Arabi janë kualt ma racor në botë. Ju falem. Mirë dita zot një mushkë edhe mirë se të gjithem. Edhe kjo është një kafë shtëpjake, o mosik! Belum kej, hajtë përcile. Është i kafë shtëpjake, është shumë e vogël. Njeriu e manë parasysh se shpenzimit i ka shumë të vogla, pra ky përdoret ma shumë ti për ngarkes. Për ngarkes, ky mundet me qu peshën dhe 150 kg peshë. Njeriu e përdor, që ky e manë bjesht për hirë që i ka deret tu dhe banë ato materialin që ka i nëritet pej venit ku vjen traktori dhe në të banin e ti. Ja këtu pra është guri që ka shet, i bjeshken e lumarit, sa në të vesë bjeshken e lumarit, quhet guri që ka shet për asysh se gjithmonë këtu lëshon gurt edhe levizin. Vazhdimisht levizin. Pra edhe për atë shkak quhet guri që kërset. Sama mu që jetë që tu. Barnisa është e dupimshëm. Mos një katun si për në Liverpool dhe shoqja, ta opinion që të shërë që e din. Po dhe? Për që ta, Qata.
A gjendja të bërë, gjë, ha? Po mërë shkatë se po si kom zërë që ta thasë në kri. Po, a? Po, përsa edhe kom morë të orë për shumë me ta. Bravo. Ka i birë që këtë jo tash? Ky është bunari i bjeshkës së Lumarit, stanëve të vesh bjeshkës Lumarit. Ky bunar është ngrit në vitin 1934 e kanë ngrit fshatarët Mehmet Beka nga Luka e Ult, Azem Sadria i Haxhi Saleve nga Jerzdiqi dhe Halil Shaqiri nga Lumari. Thellësia e këtij bunari është 9 metra. Prandaj burimin e ka nga këta shkambi shekullor të bjeshkës së Lumarit. Ky në vitin 1934 ka qenë fatësie madhe dhe pashter liqeni, prandaj këtë bunar e kanë përdorur të gjitha fshatat që dalin në këtë bjeshkë për nevojat e tyre personale, edhe për njerëz edhe për kafë. Pra dhe sot, ujnë e ka shumë të ftoftë, e ka shumë të mirë, e ka shumë të pastër. Po në po që tu... Këta shkambi shekullor shqiptar, këtu nuk ka nevojë njeriu me fol as me komentue. Parasysh se këtu flet gjelbrimi, flasin lullet, flet shkambi, flasin krekat, flet liqeni, flet bunari, flasin shkambi shekullor të këtyne bjezve talpeve shqiptare, por edhe të Kosovës legjendare. Tash e jep fjalën zotri Musel Ahmetit, sillnin veten në këtë moment, në këtë mesdite, pranë liçenit të bjeshkës së Lumarit. Urnoni zotni Musel Ahmeti e merr fjalën. Faleminderit Bacaves. A ka mundë si ullën apo të ngritëm kom? Bila ndash edhe ndaj edhe më kështu kejtë për shpinës. Ma hishin del komenti. Po, ju lutem. Nuk bërë papo nga jo. Ej, e ke pora biti më fërk. Am komë të qupa si bes? Ja, që du. Ja, Allah në komë. Që i lu, që së të qenë. Isak. Qa ka thonë biti demagog, ha? Jo, se të letja. Sut e një këtë të mi. Po, pak. Aragan. Ja, demagog, pak. Faleminderit edhe herë për fjallën. Me nërkov gjithë më rindrua. Faleminderit edhe zotrive që kanë organizuar në shoqërojnë pritje këtu, duke u nisur për ju zotri Beqir, Fata Isuf, Abdullahu, edhe disa bashkëpunëtor, shoqate zgjatarëve Agim Selmona nga Dezgjani. Nuk është herë e parë që ne kemë rastin edhe të bojmë një vizit nivelit agendes të punës duke organizuar çdo herë Baca Bes. Gëzon meritat jashtëzakonshme. Baca Bes me bashkëpunëtorët e vet është ndër idealistët dhe aktivistët pa të fortë shoqatës, po thamë edhe nivel të shoqatave të gjatarëve të Kosovës. Kësaj radhe, pra këtë ditë që patëm rastin e vizituam shumë terene që mbulon shoqata e gjatarëve, pra Agim Selmonaj, vetëm mund thëmë se mbesin ndresat pa arrueshme në bagazhin e kujtimeve edhe kronologjistime. Shifet se këtu është një begati e rallë. është një jetë që vërtet kemë nevojë ta shijojmë kitajr edhe këtë ambient shpesh herë. Une vetëm kisha dasht, duke përmbyllur në fjallën e rastit, ti falenderoj ngrosisht nga zemra dhe një herë Niko Qilt, të shoqatës zgjatarëve, nikosisht edhe ju zotri Beqir që keni organizuar një pritje mashtrore, edhe mëngjesin, edhe drekën, edhe gjitha. Edhe se bepa që kanë pru. Kjo dhe t'jetë
mbrese pa harruar besoj jo vetëm të ku, po edhe të kolegët e mi, të që janë prandesh. Ju faleminderit, dorë Zoti që vizita të tilla të kem sa ma shpesh. Po mendoj që Bacabes do ta zgjeroj karavanin e këtyre vizita, pak ma parë biseduam që në plan edhe program ka të vizitoj edhe shoqata tjera, duke i paraprakisht para vizita e agjendën e përpilimit ditarit punës. Faleminderit Bacabes, faleminderit Zoti kryetar, faleminderit bashkëpunëtor të shoqatës, ndih knasit veçantë. Është një mbresë veçantë për mua. Faleminderit edhe te juve që jeni ardhur, na voni Allah se jeni karamet. Këtyne pjesëmarrësve nga mbar Kosova, këtë vizit, këtë emision dokumentar e bën shumë madhështor. Shumë madhështor. Edhe faleminderojmë edhe Yusuf Dervishin ka Kotradiqi, i cili na shoqëroi drejt banit të tij edhe deri te Luçeni. Turizmera Bata Yusuf dhe respekti që na boni këtë ditë verore, në këtë vend, në këtë pjesë, në këtë natyrë, kaq bukur që prendia dhe natyra ja ka falë shqiptarit. Kosh për nërë, në shodha në vizitor shpesh. Faleminderit shumë për ju e për shokët ju. Këtu në këtë vend, në këtë mes, në këtë natyrë, në këtë bukuri, afër këtij liçeni, afër këtij gjelbrimi, afër këtyre letinave, luginave, të bjeshkës së Lumarrit, ja jep fjalën zotëri Isak Aliut, kryetar të shoqatës së gjahtarëve shqiptare të Ferizajit, që është një bashkëpunëtor i ngushtë i yni edhe është një kontribut jashtëzakonisht i madh në gjuhëtisë në nivel Kosovës. Urnoni zotëri Isak e merr në fjalën. Faleminderit Bacabes. Nuk e kam ndërmend ta zgjas, për arsye se vetë rrugtimi sot dhe kalimi i kësaj dite si ditë e veçantë për historikun tim jetësor